Mirëmëngjes dhe mirë se vini në emisionin tuaj të përditshëm Zgjohuni me ne. Data sot shënon 18 shkurt dhe ne si çdo ditë tjetër do të kthehemi pas në histori, art dhe kulturë. Do të vijmë me ngjarjet më të rëndësishme të kësaj date dhe do të kthehemi në vitin 1861. Italia e hedh një hap të madh drejt bashkimit të saj. Pas shumë përpjekjeve, mbreti Viktor Emanueli II shpallet zyrtarisht mbreti i Italisë, duke bashkuar kombet e shpërndara italiane në një kuror të vetme. Në vitin 1885, një nga librat më të dashur të letërsisë botërore, Aventurat e Huckleberryt Finn, del për herë të parë në dritë. Autori i famshëm Mark Twain na dhuron një histori plot aventura. Në vitin 1930, një botë e re zbulohet në univers. Astronomi Clyde Tombaugh vështron yjet dhe bën një nga zbulimet më të rëndësishme të kohës, planetin Plutoni. Në vitin 1954, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanadaja nënshkruajnë marrëveshjen për krijimin e sistemit mbrojtës NORAD, një rrit i fuqishëm për të monitoruar hapësirën ajrore të Amerikës së Veriut. Dhe në vitin 2008, historia shkruhet në Ballkan. Kosova shpalli pavarësinë nga Serbia dhe bëhet shteti më i ri në Europë, një moment i paharrueshëm për shqiptarët kudo në botë. 18 shkurti është dita 49 e kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 315 ditë. Ngjarje. 1861. Vittorio Emanuele bëhet mbreti i Italisë. 1913. Raymond Poincaré u bë kryetari i Francës. 1929. Çmimet e para Academy Awards u shpallën. 1957. Dedan Kimathi, udhëheqësi patriotik kenyan, u vra nga qeveria koloniale britanike. 1965. Gambia u pavarësua nga Mbretëria e Bashkuar. 1979. Rabor në Sahara në Algjerinë Jugore, për herë të parë dhe të vetme në histori. 2000. Stjepan Mesić u bë kryetari i dytë i Kroacisë. 2001. Agenti i FBI-s Robert Hansen u arrestua për spionim për Bashkimin Sovjetik, unanimisht u dënua me burgim të përjetshëm. 2001. Earnhardt vdiq në xhirën e fundit gjatë garës Daytona 500, e cila garë u fitua nga Michael Waltrip, duke pilotuar veturën të cilën e posedonte Earnhardt. 2003. Rreth 200 njerëz vdiqën në zjarrin që u ndes flak në Daegu, Korea Jugore. 2008. Afganistani, Costa Rica, Britania e Madhe, SBA, Franca, Shqipëria, Turqia, Tajvani si dhe organizata OIC e njohon Kosovën si shtet i pavarur. Do të vijmë me lindjet më të rëndësishme të kësaj date dhe do të kthehemi në vitin 1516, ku erdhi në jetë Maria e parë e Anglisë, një mbretëreshe fortë e njohur dhe si Maria e përgjakshme për përpjekjet e saj për të rikthyer katolicizmin në Angli. Në vitin 1838 vjen në jetë Ernst Mach, fizikanti dhe filozofi që revolucionarizoi shkencën me teoritë e tij mbi lëvizjet dhe detin. Enzo Ferrari vjen në jetë në vitin 1898, një emër që është sinonim i shpejtësisë dhe luksit, themeluesi i makinave ikonike Ferrari, një ëndër për çdo pasionant të automobilizmit. Në vitin 1933 vjen në jetë Yoko Ono, artiste, muzikante dhe aktiviste japoneze, e njohur jo vetëm për krijimtarinë e saj unike, por edhe për dashurinë e madhe që ndau me John Lennon. Dhe në vitin 1954 vjen në jetë John Travolta, një nga aktorët më të famshëm të Hollywoodit, i cili na ka manitur me rolet e tij në Grease. Lindje. 1516. Lindi Maria Parë, mbretëresha Anglisë. 1883. Lindi Niko Kazantzakis, shkrimtar i shquar i Greqisë. 1932. Lindi Milos Forman, regjisor çek. Do të vijmë të flasim për vdekjet që lanë pas legjenda dhe në vitin 1546 ndërron jetë Martin Luteri, njeriu që ronditi themelit e Kishës Katolike dhe nisi reformën protestante. Në vitin 1564 ndërron jetë Michelangelo, një gjeni i artit, skulptor i mrekullueshëm dhe piktor i mrekullive si Kapela Sixtine.
James G. Corbett ndorron jetë në vitin 1933, një legjendë e boksit, i njohur si njeriu që ndryshoi këtë sport duke përdorur teknika të reja dhe më të sofistikuara. Robert Oppenheimer vdiq në vitin 1967, njeriu që udhëhoqi projektin për ndërtimin e bombës atomike, një figurë e diskutueshme por padyshim një mendje e madhe e shekullit të 20. Dhe në vitin 2020 ndorron jetë José José, këngëtari meksikan me një zë të artë, i cili preku zemrat e miliona fansave nëpër botë me muzikën e tij romantike. Vdekje 1294. Vdiq Kublai Khan, sundimtar mongol. 1546. Vdiq Martin Luther, reformues gjerman. 1564. Vdiq Michelangelo Buonarroti, skulptor, piktor, arkitekt dhe shkrimtar italian. 1588. Vdiq Lucas Granait i ri, piktor gjerman. 1927. Vdiq Turan Pash Permeti, politikan shqiptar, kryeministër i Shqipërisë. 1967. Vdiq Robert Oppenheimer, fizikant amerikan. Festa dhe përvjetore. Pavarësia e Gambias. Tani uftë të ndiqni rubrikën Edhe Shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur e vlera e vushqyese të marulës, e cila është një frut me origjinë nga Afrika subsahariane, nga Marutiana dhe Senegali në Etiopi dhe Eritrea në jug. Është gjithashtu i pranishëm në Madagaskar dhe është prezantuar në Marius dhe Reunionin. Sasia e vitaminës C e gjetur në një frut të vetëm, marula, është 8 herë më e madhe se sasia e gjetur në një portokall, duke bërë atë një burim të shkëlqyer të vitaminës. Fruti marula është gjithashtu i pasur me acide oleike dhe antioksidantë të tjerë, të cilat luajnë një rol të rëndësishëm në parandalimin e sëmundjeve si kanceri dhe sëmundjeve të zemrës. Disa nga përfitimet kryesore të fruteve marula janë: mbështet lëkurën e shëndetshme. Fruti marula ka aftësinë të mbështesë lëkurën e shëndetshme pasi siguron vitaminë C. Gjithashtu, përmban një sasi të lartë antioksidantësh, të cilët njihen për përfitimin e tyre të lëkurës, promovon shëndetin e kockave. Kalciumi, kaliumi dhe magnesi janë substanca që ndoshta do të nxisin shëndetin e kockave. Të gjithë këto substanca dhe metale i gjenin në frutat e marulës, duke bërë ato një burim të shkëlqyer vitaminash dhe mineralesh, pasi shërojnë disa sëmundje të ndryshme në lidhje me kockat si osteoporoza. Forcon muskujt. Fruti marula ndihmon në forcimin e muskujve. Rrit imunitetin. Antioksidantët në frutat e marulës besohet se rrisin imunitetin. Kur imuniteti është i fortë, mund të çojë në përmirësimin e shëndetit të përgjithshëm, sepse trupi lufton disa baktere ose sëmundje të dëmshme. Kështu, ky frut rekomandohet për ata që duan të bëjnë aktivitete të ndryshme. Mbështet rritjen e flokëve. Fruti marula ndihmon për të mbështetur lëkurën tonë të shëndetshme. Ai gjithashtu mbështet rritjen e flokëve tonë, mbron flokët nga rënja e flokëve. Ngadalëson plakjen. Së bashku me lëkurën e shëndetshme, fruti marulës ngadalëson plakjen. Antioksidantët si vitamina C në fruta ndihmojnë në ngadalësimin e plakjes, që ndoshta do të ishte e dobishme për të moshuarit ose gratë. Për më tepër, acidi oleik është gjithashtu një nga substancat e njohura për aftësinë për të ngadalësuar plakjen. Përmirëson funksionin e trurit. Acidi oleik në frutat e marulës ndihmon në përmirësimin e funksionit të trurit. Humori i mirë ndikon në disa aspekte dhe kështu është e nevojshme që të kontrollojmë disponimin ton. Sipas disa studimeve, thuhet se fruti marulës ndikon në dhënien e një humori të mirë, redukton rrezikun e kancerit. Kanceri mund të prekë të gjithë dhe disa fruta si marula mund të zvogëlojnë rrezikun e kancerit për shkak të nivelit të lartë të antioksidantëve. Gjithashtu, ai përmban dhe acid oleik që ka përfitimin për të reduktuar rrezikun e kancerit, si kanceri i gjirit dhe i mushkrive, gjë që është vërtetuar nga studime të ndryshme.
Por biografinë e sotme kemi zgjedhur të flasim për njeriu që sfidoi kishën dhe ndryshoi historinë. Një natë të ftohtë të 31 tetorit 1517, në qytetin e vogël të Wittenbergut, një murgjëri me emrin Martin Luteri mori një çekiç dhe gozhdoi 95 tezat në derën e kishës. Ky akt i thjeshtë do të trondiste themelet e kishës katolike dhe do të shënonte fillimin e reformës protestante, një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë europiane. Martin Luteri lindi më 10 nëntor 1483 në Eiselberg të Gjermanisë, një familje modeste. Babai i tij Hans Luteri dëshironte që ai të bëhej avokat dhe e dërgoi për të studiuar drejtësi. Por një natë teksa po udhëtonte, një stuhi e fortë shpërtheu dhe një rufer ra pranë tij. I friksuar për jetën, Luteri bëri një betim, nëse shpëtonte do të bëhej murg. Ai e mbajti premtimin dhe hyri në një manastir duke u përkushtuar studimeve fetare. Gjatë leximit të Biblës, ai zbuloi diçka që e tronditi. Sipas shkrimeve të shenjta, shpëtimi nuk vinte nga veprat apo nga indulgjencat, por vetëm nga besimi në Zot. Në ato kohë, Kisha Katolike shiste indulgjenca, letra që pretendonin të fshinin mëkatet në këmbim të parave. Luteri e pa këtë si një mashtrim dhe vendosi të vepronte. I zemëruar nga korrupsioni i kishës, Luteri shkroi 95 tezat, një dokument që kritikonte hapur indulgjencat dhe krijoi një formë në besimin e krishterë. Ai gozhdoi në derën e kishës së Wittenbergut, një akt që simbolizonte fillimin e debatit. Shtypshkronja, një shpikje e re në atë kohë, ndihmoi për hapjen e tezave me shpejtësi në të gjithë Europën, duke ndezur një debat të madh. Papa Leoni IX e shpallë Luterin heretik dhe e kërcënoi me përjashtim nga kisha. Në vitin 1521, Luteri u thirr në dietën e Wormsit, një gjyq i organizuar nga perandori i shenjtë romak. Aty u kërkua të mohonte idetë e tij, por ai qëndroi pa lëkundur, duke thënë fjalët e famshme: "Nëse nuk bindem nga shkrimet e shenjta dhe arsyeja, nuk mundem dhe nuk do të tërhiqem. Këtu qëndroj, nuk mund të bëj ndryshe." Pas kësaj, Luteri u shpalli pa lishëm, por princat gjerman që mbështesin idetë e tij e fshehën në kështjellën e Wartebergut, ku ai përktheu Biblën në gjermanisht, duke i dhënë mundësi njerëzve të tjerë ta lexonin vetë, të mos vareshin nga interpretimet e prifërinjve. Reformat e tij çuan në lindjen e protestanizmit, një lëvizje që ndau krishtërimin perëndimor në katolik dhe protestant. Idetë e tij përhapur një frymë të re lirie dhe mendimi kritik, duke ndikuar jo vetëm fen, por edhe politikën dhe kulturën europiane. Martin Luteri vazhdoi të predikonte dhe të shkruante deri në fund të jetës së tij. Ai u martua me një ish murgesh dhe krijoi një familje duke sfiduar traditat e kishës së asaj kohe. Ai u nda nga jeta më 18 shkurt 1546, por idetë e tij mbetën të gjalla edhe sot, duke frymëzuar miliona njerëz në mbar botën. Reforma që ai nisi nuk ishte vetëm një sfidë fetare, por një lëvizje që ndryshoi rrjedhën e historisë. Kil Kodheli lindi në Shkodër 24 tetor 1918, vdiq në Tiranë 18 shkurt 2006. Ka qenë piktor shqiptar i brezit që u formua në Akademinë Italiane në vitet 40 të shekullit të 20 deri kombit. Biografia: familja e tij më 1925 vendoset në Tiranë dhe Kili i ri kryen shkollën teknike amerikane Harry Fulls. Njëkohësisht Kodheli ndiqte kurset e vizatimit pranë shkollës së vizatimit. Ishte student për pikturë në ateljen e akademikut C. Siverio dhe D. Amanto në Institutin e Arteve të Bukura në Rom. Me kthimin në Tiranë, Kodheli caktohet në Bankën e Shtetit Shqiptar si piktor i kartmonedhave. Për shumë vjet ishte pedagog në Liceun Artistik Jordan Misja, Tiranë, dhe mëtej emërohet mësuesi thjesht vizatimin në shkollat 7 vjeçare, derisa doli në pension, që student vlerësoi delikatesën e dritës së natyrës me raport me portretin. Në vitin 1942 fitoi çmimin e parë në konkursin e studentëve Firenze me figurën e një vajze me veshje tradicionale italiane. Kodheli gjatë qëndrimit në Itali ndikohet nga arti i Ticianit, por kur kthehet në Shqipëri, ai tërhiqet nga natyra dhe jeta e zonave të veriut të Shqipërisë dhe pjesën më të madhe të veprave ja kushtoi peizazheve nga këto zona, zakoneve e jetës së malçorëve. Artisti Kodheli ishte portretist dhe ka cikle të plota veprash me portrete të ndryshme, gra, vajza dhe burra me veshje kombëtare, gjithmonë realiste. Në këto punime mbizotron drita e fuqishme e diellit dhe spikat dukshëm një palet piktorike me prirje impresioniste. Pas piktorit Simon Rota, që trajtoi kryesisht figurat e grave shkodrane me veshje të ndryshme tradicionale, Kil Kodheli është ndër të paktët piktor shqiptar që kriptarinë e tij ja kushtoi kësaj teme. Në portretet e tij, Kodheli zbuloi psikologjinë e femrës shqiptare të kohës në një këndvështrim tjetër, të papolizuar
por të zbukuruar nga dashuria e tij për njeriu dhe veshjet kombëtare. Tablot e Kodhelit janë më pak të prekura nga arti komanduar. Ai ka realizuar kryesisht tablo historike dhe galeri të tëra portretesh nga populli, luftëtar popullor dhe tablo nga jeta dhe zakonet e festave tradicionale. Kodheli njihet edhe për pastelet e tij, ku spikat kryesisht drita e fortë e diellit, delikatesa në trajtimin e formës dhe një palet shumë ngjyrshe. Artisti Kodheli ishte pjesëmarrës në ekspozitën e parë të pasluftës prill 1945 dhe i pranishëm në të gjitha konkurset, ekspozitat kombëtare dhe ndërkombëtare, Europë dhe Australi. Piktori në vitet e fundit të jetës pikturoi natyra të qeta dhe nudo, kryesisht në pastel. Në vitin 2003, presidenti i Republikës së Shqipërisë e dekoroi me dekoratën e lartë deri i kombit. Në fondin e Galerisë Kombëtare të Arteve Tiranë ndodhet 32 punime të artistit, ndërsa 4 punime të mjeshtrit Kel Kodheli ruhen edhe në Galerinë e Arteve në qytetin e Shkodrës, si dhe një koleksion i rëndësishëm ruhet në studion e artistit nga familjarët e tij. Do të vijmë në rubrikën Kuriozitete dhe sot do të flasim për ishullin që kthehet në kontinent. Në detin e Karajibeve midis ishujve të Bahamas ndodhet një nga fenomenet më të çuditshme dhe më pak të njohura të natyrës, ishulli Triton, i cili kthehet në një gjysmë kontinent çdo 6 vjet. Po është e vërtetë, për shkak të ndryshimeve të mëdha të nivelit të ujit, ky ishull ndonjëherë zhduket nën ujë dhe pas disa vitesh shfaqet përsëri si një tokë e plotë, duke i dhënë atij statusin e kontinentit të përkohshëm. Fenomeni i rritjes dhe uljes së niveleve të detit është shkaktuar nga një kombinim faktorësh natyror, përfshir valët dhe errat, që ndryshojnë drejtimin dhe shpërndajnë sasinë e ujit në mënyra të paparashikueshme. Kjo çon në përmbytje të pjesshme të ishullit, po ai mbulohet me ujë për disa vjet dhe pastaj kur uji tërhiqet për shkak të ndryshimeve sezonale dhe klimaterike, Tritoni del përsëri në dritë. Por ky fenomen nuk është vetëm i rëndësishëm për natyrën e ishullit Triton, por edhe për biologjinë e tij. Gjatë periudhave kur ishulli është nën ujë, biodiversiteti i tij përjeton ndryshime të mëdha dhe kur uji tërhiqet, ekziston mundësia që flora dhe fauna të zhvillohen dhe të ndryshojnë në mënyra të papritura. Saharaja është shkretëtira e dytë për nga mallësia pas Antarktikut në botë, e cila gjendet në veri të Afrikës. Sipërfaqja e Saharas është parafërsisht sa 50 shtetet e SBA-ve. Klima dhe temperatura. Saharaja ka një midis shumë të ashpër me kushte ekstreme. Sahara ka kryesisht një klimë subkontinentale me klimë shumë të nxehtë dhe shkretinore dhe verë të gjatë, ndërkohë dimri është i shkurtër dhe shumë i ngrohtë. Klima e kësaj shkretire është gjithashtu e karakterizuar nga një qiell i pastër, moti i qëndrueshëm dhe më shumë pak ose fare rrënjë shiu. Edhe pse Saharaja ndodhet poshtë tropikut të Gaforres, në pjesën më të madhe, klima atje është subkontinentale për shkak të presionit të lartë, i cili është faktor kryesor për klimën e nxehtë në këtë shkretëtirë. Rajoni verior i shkretëtirës ka pak rreshje shiu dimërore, ku sistemi i ulët i presionit shoqërohet me pjesën e përparme polare, e cila është shumë e dobët. Pjesa jugore ka rreshje të rregullta në verë, por shumë të pakta. Saharaja ka një klimë ajrore ekstreme për shkak të efektit të erave kontinentale. Saharaja është një nga shkretëtirat më të thata në botë dhe ka një numër të ulët të rreshjeve vjetore. Rreshjet në këtë shkretëtirë gjithashtu janë të parregullta. Në disa pjesë të shkretëtirës dhe kryesisht në pjesën e Libisë, Egjiptit dhe Sudanit, ka dekada që nuk janë parë më rreshje të shumta shiu dhe këto vende mbajnë rekord kryesor për sasinë më të ulët shiu në botë, rreth 10 mm shi. Disa herë edhe për shkak të nxehtësisë të madhe në shkretir, shiu avullon përpara se të bjerë në tokë. Mesatarisht bie shi rreth 10 ose 15 ditë në vit, por ka dhe vende në të cilat bie vetëm 5 ditë në vit. Lagështia relative e arit në përgjithsisht është e jashtëzakonisht e ulët. Saharaja veriore ka një lagështi prej 20 deri 35% në verë dhe 35 deri 55% gjatë dimrit. Saharaja ka gjithashtu shumë erë, edhe pse erat rrallë godasin me shpejtësi shumë të lartë. Erat atje janë zakonisht të ngrohta. 3 llojet të erave në Sahara janë habubi, erë e fortë që shkakton stuhi pluri,
Harmatani fry në dimër duke shkaktuar ngritjen e pluhurit dhe rërës e që mund të arrijë deri në Karaibe, dhe Kamsini, erë nxehtë dhe me pluhur që fryn 50 ditë të vitit. Të gjitha tiparet e përmendura më lart si klima dhe temperatura nxehtë, lagështia e pakët, erat e ngrohta dhe rreshtet e pakta sjellin si një veçori tjetër klimatike të shkretirës së Saharas, avullimin i cili në këtë shkretirë ka vlerat më të larta të avullimit në të gjithë botën. Më 18 shkurt të vitit 1979, çuditërisht disa vende të pakta të pjesës jugore të Algjerisë rabor, duke përfshirë edhe një stuhi dëbore e cila bllokoi trafikun në Gardaja dhe u raportua si hera parë në histori, por bora me njëherë u shkri brenda disa orëve. Në disa varkmale të Saharas ka rënë dëbore të rregullt. Ky fenomen u shfaq përsëri më 18 janar 2012, kur bora ra në disa zona të Algjerisë perëndimore. Tani u ftë të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 18 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të kthjellët në të gjithë vendin. Paraditja do të jetë me diell në të gjithë territorin, ndërsa pasditja vijon me intervale të gjata me diell dhe vranësira shumë të pakta në disa zona të izoluara. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 13 gradë Celsius në zonat jugore dhe bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 7 deri në 9 orë me diell në shumicën e territorit. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:25 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:25 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 4 deri në 10 gradë Celsius. Kukës 1 deri në 6 gradë Celsius. Peshkopi -2 deri në 2 gradë Celsius. Tiranë 5 deri në 11 gradë Celsius. Durrës 5 deri në 12 gradë Celsius. Kavaj 2 deri në 12 gradë Celsius. Elbasan 4 deri në 10 gradë Celsius. Berat 3 deri në 10 gradë Celsius. Korç -3 deri në 4 gradë Celsius. Vlorë 7 deri në 12 gradë Celsius. Gjirokastër 2 deri në 9 gradë Celsius. Sarand 5 deri në 13 gradë Celsius. Tani u ftë të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 18 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e motit kryesisht të qëndrueshëm me intervale me diell dhe vranësira të lehta në disa zona. Paraditja do të jetë e ftohtë me ngrica në disa zona, ndërsa pasditja sjell kthjellime më të gjata. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 8 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:21 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:17 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 0 deri në 4 gradë Celsius. Podujev -3 deri në 4 gradë Celsius. Kënderaj -1 deri në 5 gradë Celsius. Pej -3 deri në 3 gradë Celsius. Prishtinë 0 deri në 4 gradë Celsius. Gjakov 0 deri në 8 gradë Celsius. Malishev 0 deri në 6 gradë Celsius. Gjilan
-2 deri në 5 gradë Celsius. Perizaj, -2 deri në 6 gradë Celsius. Kaçanik, 0 deri në 4 gradë Celsius. Suharek, 1 deri në 7 gradë Celsius. Prizren, -2 deri në 6 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Bashkë do të rishihemi sërish nesër në po të njëjtën orë. Deri atëherë, miru takofshim.